Ami të drejt për drejt, mirë mëngjes Shkodër. E ftuara ime sot është speciale. Është një artiste mirë njohur, është një artiste që I ka dhënë shumë skenës dhe kinematografisë. Ajo ka ardhur në Shkodër këtë ditë në festën e 70 vjetorit të teatrit Migjeni, sepse jetën e ndan mes Shkodrës dhe Francës ku jeton. Në ardhjet e saj të her pas hershme, e ftuara ime e sotme, Miriam Bruçeti, nuk vjen vetëm. Ajo vjen gjithmonë me kujtimet dhe bashkë me to me shumë njerëz që ndau skenën, me njeriun që ndau jetën, me çdo gjë që e bën ardhjen e saj tepër të prekshme dhe magjike. Me mua sot në studio pra është aktoria e mirë njohur, Miriam Bruçeti. Mirëmëngjes Miriam, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta, ju falem shumë për ftesën. Jam pak so emocionume, po ka dhe ka dalë të shpa e marrë vedin. Pa tjetër, një artiste s'ka se si të ndodhë ndryshe. Në fakt, në hyrje të bisedës, unë citova disa rjeshta nga libri Teatri Migjeni, Kujtesa një qyteti, aty ku keni vendin tuaj edhe ju. Besoj se të zësh vend në historinë, në librin e një teatri, është diçka e bukur, apo jo? Shumë. Bile për mundës me ditë, ka kanë një surprizë, si me thonë. Nuk e kam pritë, sinqerisht të thamë që profesor Gjahid Bushati do të më rreshtonte në kujtesën e artistave të Shkodrës edhe mu. Për mu ka kanë një surprizë e bukur. Por festa e teatrit Migjeni ishte shumë e bukur, edhe për familjen tuaj në veçanti, si u ndjet? Adin, kur ka marrë përpara në verë, edhe më kanë thënë që do të organizojnë 70 vjetorin e teatrit, jam një shumë mirë dhe ftesat që më kanë bë qysh 4 muaj para, jam përgjithë që do të vetë, do të bëjt që mos më ardhë. Ju e thot, po unë po vazhdoj me thanë që normalisht kur vite teatris ma përpara është I Viktorit, mësënaj është I Miriamit. Nderim për aktorin e mirë njohur, Viktor Bruçeti, kalorës I urdhrit të flamurit. Falemnderës. Të thamë të drejten, jam lumëtunu për këtë titull që I kanë dhënë Viktorit, kam falenderu ndaç drejtorin, ndaç bashkin, ndaç presidencen, për një gjë, që Viktorin ma kanë vunë vendin që I ka taku. Kja është një gjë dhe më që jam një lumëtun, për gjithsa herë që të takohesh me teatrin, gjithsa herë që të kalosh edhe rrugë sa në I pari, ndaj katë shumë kujtime dhe emocione, sa ndoshta nuk jam e zoja me I thanë, katë fort goditem në shpirtin tëm, sepse teatri për mua është anër, është tonë anër a jetës teme, e temes e burrit tem. Edhe si gjdo anër, unë si Miriam, sigurisht kanë metë edhe shumë anëra në sirtar të paralizume. Por aja më nej që e qonë më nej këtë anër, është skena. Skena është magjia. Unë do diftoj nështë nuk është vani, po do diftoj diçka që deri që të vdes nuk kam me harru. Kishim kohë që s'kishim marrë në Shkodër, edhe kisha aqë ma shumë kohë që s'kisha hypë në skenën e teatrit Migjeni. Sa aja është shpirti jem. Dhe u ba një koncert me poet shkodran, ku ka pasken edhe Albana Fani që ka kënu e këta. Përshëndesim. Dhe aty, Merita e Astriti e këta shokt, më thane Miriam, po vjene reciton edhe ti diçka me knaqësi. Po të betohem, kam fillu me hy në gjepat e skenës. Gjithkund më kanë shku lot.
sepse ishte një jetë, kujtoj Shavedin, këtu kena nej, këtu kena pi cingare shpejt e shpejt, këtu kena prit gongun, këtu kena prit të rallën me dal. Dhe, kur kam dalë në skenë me recitu, sa haroj kur, ka qenë një poezi e Mario Gjergjit për Shkodrën, sa po kam fillu me recitu, sala e teatrit, spektatori i mrekullueshëm i jam i Shkodrës, më ka dërtrokit në një mënyrë frenetike, si kur më thoshte ku je, si kur më thoshte ti na ke mungu, si kur më thoshte kena met pa ja la borgjën njëri tjetrit. Për mu, gjoja më e bukur e imja, ka met një ata dërtrokitjet e spektatorit shkodran që unë sa tjetjeta s'ka me harru. Sa bukur. Ju shoqërojnë vargjet për Shkodrën? Tona I kujtoni? Tona herët më shoqënojnë edhe në qoftë se do t'isha, ka herë më duket vetja mos du me fol pak se shumë, se me pleshnin vinë edhe fjalët e tepërta. Jo, ju jeni një grua. Jo, jam 7 vjeçe, sa teatri. Jo, me lumtën që jam një ditëlinje me teatrin. Sa bukur. Qofsh me jetë gjatë gjithmonë e me gëzime. Je shumë gentile, faleminderit. Po diftoj, në çdo vend ku kam pas rastin me shkullë s'kan kënë pak. Në Francë, në Kanada, në Detroit, në Hamburg, kam recitu sa ka qenë gjallë bashkë me Viktorin, fisht, camaj, mjet, masim ka ik Viktori, vazhdoj me recitu fishten sepse duke qenë emigranta, kena kaq shumë malë për me thonë fjallët e fishtës, sa nuk di me diftu. Tana rastet, për festa 28 nënorit, për festat grus 8 marsin, kam kene ftume, kam recitu, e jam taku me tonë bashkumësit e mi cilët ndojnë të njëjtën dhimbje e malë për Shqipnin. Sot jem gjallë, mu vargjet nuk kanë me mu harru, nuk kanë me mu do, sot kem frym. E pra, ky 70 vjetor ju mblodhi në një atmosferë të bukur, jo thjesht kujtimesh, por vlerësimesh. Po tjetër. Sepse ju u ngjitët në skenë me njëri tjetrin, por nuk ishit vetëm. Ja. Sepse aty ishin edhe ata që fizikisht nuk janë dhe ju shikojnë nga lart. Po tjetër. Për mu, dhe më thënë, ka qenë shumë emocionante. Dëshira më e madhe e jemje, fillojmë prej fillimit, tanë jeta jeme ka qenë edhe mbetet Viktor Bruçeti. Ai ka qenë mësusi jem, mentori jem, këshilluesi jem, artisti jem, ëndra jeme, gjithçka jemje. Mira, kështu e kishte atë timbrin, nuk mund ta në asnjë mënyrë s'mund ta imitoj, por më vjen në vesh kur ju thërriste. Mira. Jo, ka qenë gjithçka jemi edhe do të metet. Ka qenë artisti jemi preferum, kuptohet, por ka qenë idho dhe jem si artist. Viktori ka qenë një artist tepër i kompletum bilenda që me dit, edhe i tash që vi këtu të ti në Shkodër, në Radio Shkodra, unë emocionohem, sepse Viktori të gjitha poemat e kohës, edhe i ka të regjistrume dhe gjaja parë që ka ba Viktori, ndash të nërtesa vjetër, ndash të nërtesa re, ka arë dhe ka incizu poemat, po as një interes, thjesht nga dëshira, për ta thanë, për ta një, i ka gurgullu fjala. Viktori ka pas gjithçka që i duhet një artistit. Ka pas trupin, ka pas plastiken, ka pas zanin e mrekullueshëm, ka pas diksionin e me gjitha ka pas talentin. Në atë mëri rolesh, në atë mëri karakteresh, në qofë se do të nisna, ndaq të fillimet e tia si hero pozitiv që i kena thonë na, me Migjenin, me Zekthin, me Perkolgjinajt, ndaq po kalojmë krahun tjetër, me galerinë e roleve negative cilat as një herë s'kan qenë një loj, gjithmonë kanë pas
karakteristikat e veta për me përfunu me rolet e komedis, ka qenë të Babatushi i po më rritëshem, ka kënë të Përnjelle i mrekullushëm, ka kënë të Kiameti i podi, do me thonë, Viktori ka kënë një mledhe, një përmledhe, një mrekulli e talentit. Më vjen keq që ai vetë nuk e ka gëzu këtë gjë që ati i takonte për me gëzu. Po me gjithate nuk kena që mi bë fate, kështu janë. Bashkëshortja Mirjami, por edhe dy fëmijët Beni dhe Marsida janë krenar për njeriun më të dashur të tyre, për njeriun që pas vdekjes u bë kalorës i urdhrit flamurit. Një vlerësim i madh, apo ja? Faleminderit, po, është e vërtet një vlerësim i madh. Jam shumë e gëzuar, lumtunuar për fëmijët e mi, sepse diçka, do me thënë, e babës së tyne i mbet janë tamam krenar për fëmijët e mi, për Arbenin e Marsidin, po njëkohësisht edhe për nipin e përmesën tëme. I paçi me jetë. Faleminderit, Andrean dhe Erikun, të cilët në një mënyrë o në një tjetër, në vazhdat e shkollës në për cilën ata kanë kalu, më kanë dhënë shenja dhe, për shembull, Andrea në festivalin e dramës që kanë ata atje, ka marrë ekselante në aktoria më e mirë, pra dhe me thonë, ka të rashigu diçka, unë a ditë kam kjo shumë se kam qëllu me kënë atje, sepse Viktori, kur ishte e vogël, thoshte, po të njofë dikën këtë bëj aktore. Unë nuk e di që ka po Viktorit aja që unë nuk kam mujt me po. Pra, kjo është ajo cilësi që ju ka bërë që të jeni bashkë, të ndani çdo gjë me njëri tjetrin, rolet, emocionet. Viktor Bruçeti nuk ishte një aktor i zakonshëm. No. Unë nuk i di fillimet, por në kualifikimet e tij ai studioi jashtë, pastaj u rikthye për të përfunduar këto studime në Tiranë, edhe më pas me një veprimtari shumë të madhe në skenën e teatrit Migjeni dhe në kinematografi. Nuk është pak. Ja, jam, ai ka qenë shumë i angazhum, cilësia e parë që unë do të thojsha, do më thënë që unë, Viktoria ka dasht shumë punën, ka qenë shumë punëtor. Viktori, për shemë, po thamë, kur janë nda rolet në teatr, ka qëllu, do më thonë, edhe gjithmonë mundet me qëllu, që, po thona, ke mendu që një këtë rol mund të ma japin regjizori edhe të kallan një tjetër. Një tjetër, po. Dhe për shembull kur kena ardhur te shtëpia i thojshon, më vjen shumë i natë. Pse s'talla ty i ket? Jo, e ke shumë gabim. Ky është shumë interesant. Ky është më Viktori i krijonte një dashuni për atë rol. Ka qenë fantastike, ka da shumë punën. Dhe punën e ka fillu me dashuni. Kjo më i mire. Kjo për mu. Dhe ka gjetur aty se ku është vetja. Po. Si ta zbërthej. Po. Kjo është. Kjo ka kanë, është e vërtet. E ka da shumë punën, ka qenë shumë punëtor. Në periudhën e krimtarisë, në shtëpi, i në rrugë, Viktori ka jetu me rolin. Ka keni grimë e zorshme, por e kena ditë që një ta janë ethet e krimit, si kur janë ethet e një gryje që do me Artistët nuk janë njerëz të zakonshëm. Është e vërtet. Është shumë e vërtet. E keni patur raste kur keni qenë partner në më të shumte në rasteve, jam e sigurt që në teatrin e poezisë ju keni qenë bashkë. Po. Por edhe në pjesë të ndryshme teatrale. Kena kenë 2 herë gjatë jetës teme kam qenë gruaja e Viktorit. Në skenë. Në skenë. Sepse në jetë për gjithë. Në jetë kena kenë derë që na ka ndaj malli zot. Në skenë kam qenë 2 herë, bile më kujtohet, ka kenë Jehona një ditë e shkurtër, nëse nuk gabohem, ka qenë, po i thona, akti i dytë i Fishekut në Paj. E ka vunë skenë Leskadria, regjizori, dhe në mënyrë absolute, asatia së ne tjerve, nuk në ka shku në mend që do me thanë, po dzojmë, sepse burre gru kishin i drejtoshin batuta të fuqishme, nuk ishin dakord.
Dhe në skenë kur e kena dhënë, nisë në ka për shtypja, asnjënit prej kolegëve as regjizorit. Kur e kena dhënë në skenë, spektatori ka reagu keq. Jo këta zgrinjen kundër, kur jo s'është e vërtet. Se mu gri në skenë. Ja, këtë kam kujtim prej Ndërsa në teatrin e poezisë bashkëpunimet kanë qenë të pafundme. Në teatrin e poezisë gjithmonë kena kanë bashk. Do të diftoj një histori shumë të bukur, ndoshta nuk e dia duhet mu zgjat, por unë po ta diftoj. Keni mikrofonin. Dakor, faleminderit. Në Francë, atje ku kishim shku me jetu, e ku jetoj edhe tash, kishim jashtëzakonisht mall, edhe kajherë shpesh, jo kajherë, po shpesh herë ja vaj fajin vedit, që ndoshta pse ikme, pse shkume, pse unë mundova për shnedin e Viktorit, unë mundova për shumë gjana tjera, për me, kishim një mall të jashtëzakonshëm. Edhe normalisht na mungon të shumë skena, na mungoshin aktorët, na mungoshin shokët. Dhe qa bëshim, mu qëshim në andje dhe me atë ecjen që bëshim rrës stadiumit, filloshim e përsëritshim të dy bashk spektaklin Kanga dhe im skrenare, ku Viktori kishte, dhe tash do të hyn Bepi dhe bante Viktori, më në hyn Maria dhe bante Miriami, tash ko me hyn, do me tha, na kena jetu, unë edhe sot e kësaj dite vazhdoj me jetu, me ata që kena bë dhe kena përsërit me një tjetrin, shumë gjëna sepse janë mall dhe të gjiroja që bëjshim ishte një pyll, ishte një 3-4 karrige. Dhe Viktori thoshte, të shpejtojmë se qyre kanë ardhur spektator tash të mush. I keni dhënë vetes një atmosferë pune. Një cop teatr, një fije teatr. Po Miriam, rruga juaj artistike nuk ka qenë e vogël. Mbi 60 role në skenë, edhe në kinematografi. Si kanë qenë këto për ju? E vërteta është që kur njeriu merr përsipër fillimet kanë qenë si gjithkush kanë qenë të zorshme. Unë kanë qenë më të zorshme ndoshta se dikush tjetër, sepse unë shkollën e kam martume dhe me një fëmijë. Domethënë sakrifica ka qenë e Viktorit. Sigurisht unë kam shku në shkollë, por sakrificën më të madhe ka bë burrim. Kështu që ty ken studente kam qenë me gjithë një fëmijë të vogël, me Arbenin. Dhe mas që kam marrë në teatr, faktikisht kur kam dhënë provimin e fundit në shkollë, erdhi profesor, një spast, profesori jem ka qenë kujtim s'pa i vogli, i madhi, dhe më puthi në ball, ishte dhe Viktori dhe më tha, tashti maroj Odiseja juj. Dhe Viktori me atë qetësinë e vet, me atë mënyrën e tij të zakonshme, i tha, profesor, jo, tashti fillon Odiseja jon. Ai e ka patur për ato mundimet që kam kalu për studente, Viktoria më para përgatiti për rrugën e jetës. Për rrugën e jetës. Normalisht kam punu me shumë qef, po ta tham shumë sinqerisht, kam punu me qef, ndaç me Serafin Fankon, ndaç me Les Kadrin, ndaç me Violeta Sekujn, ndaç me Tonin Ujken, do me thanë me nderim për të gjithë këto regjizor të mrekullueshëm. Kanë qenë vërtet figura të mrekullueshme, figura që na kanë dhënë, figura që na kanë mësu, figura që na kanë bë me ecë, por ai këshilltari vetëm jemi. Ai që unë kam shku dhe kam bë kërkesat e mia, ai që me cilin kam diskutu ka qenë Viktori. Bile, ndaç me dit, thoshim sa herë në shtëpi që ka qenë një shprehje, hiqe palton edhe hiqi lëni ato që ke pasën punë, lëni mos e bjerë të shtëpia, na gjithmonë atë të punës i kena pasën tavolinë të bukës. Ska si të mendohet ndryshe kur pasioni të shoqëron kudo. Nuk mund ta heqësh. Je bashkëudhëtar. Po, është vërtet. Në fakt rolet kanë qenë të shumta dhe ju kujtohen, por edhe në kinematografin keni të realizuar mjaft role. Po, unë po diftoj, domethënë në
role që unë do të veçojisha të shtëpia e Bernardo Alves, Madalenën, do të veçojisha Nicën, tek Generali, do të veçojisha Danën që kam projë diplomë të djemë të marë. Ka qenë një rol shumë simpatik të Luani Shpis, të Trishu ka qenë një rol shumë simpatik i pari, do të thojisha unë që kam dalë në skenë, ka qenë shoqja Dudije. Të drama Ftyra e dytë. Nuk e harroj kur, do më thonë, do delësha në skenë dhe Bepshiroka më kontrollon edhe më thot, më vjen mirë, thot që nuk ke zbukuru. Se unë aty isha një punëtore në ndërtimit, kisha veshje palqisme, kishim hall talko, puder edhe i fje uj për më duk si gelqere. Do më thonë, kjo ka kënë roli parë aty, një roli vogël episodik, por për herë të parë aty kam dalë në skenë. Dhe këto rol, më falem ndjes. Asgjë. Këto role kanë qenë shumë të duar trokitura, madje duke bërë ndonjëherë paralelisht edhe filmin, sepse janë angazhime pluse, por që tashmë ju japin një kënaqësi dhe një kujtesë të jashtëzakonshme. Është vërtet, në film kam pas shansin, do më thonë kur kam gjiru dhe jam thirr, kam pas shansin me lujt partnere me Kaderi Roshin, herën e parë, profesorin, për mu ka qenë një nder i madh. Aq i madh ishte Kaderiu, megjithatë ishte aq i thjeshtë dhe aq shumë të nimonte në skenë të dëshmorët e monumenteve. Kam pas Sofin, gruan e tij, kam kujtime shumë të bukura prej Kaderi Roshit e Demir Hyskës. Të dy, do më thënë, kanë njerëzit që më kanë shoqënu. Kam kujtime shumë më të bukura të filmi Thesari, me regjisor Muharrem Feyzun, kena qenë të dy me Viktorin, por me ta thonë tamam një gjatë bukur dhe që metet kështu, ka qenë xhirimet që kena bërë në Vermosh me Roza Gjugjen të Merita Gjekën, po ku Rruga e Liris të filmi. Aty kam pas një rol shumë interesant, dava, shumë të bukur, zbërthyes, do më thënë, është një rol që të nep krah. Nuk ka qenë i madh, po është rol që mbetet. Karakter. Mbetet. Në fakt, Miriam Bruçeti nuk është një personalitet i rastishëm artistik. Viti 2019 ka qenë shumë i bukur për ju, apo jo? Shumë. Keni pasur edhe vlerësime të tjera. Keni marrë titullin Mirënjohja e qytetit nga Bashkia e Shkodrës. I faleminderit. Kjo është përsëri një dhuratë mirënjohje shumë e bukur. Shumë e bukur. Për mua ka qenë një gjë jashtëzakonisht e bukur. Edhe po të them, dikur kur kam kënë fillim që kam shku, ju kam thonë me zot nalt atje në Francë, atyne që më ofë sa atje kam edhe miq francez, por shqiptar, kuptohet. Ju kam thonë, unë më përpara jam shkodrane, më në jam shqiptare. Ashtë vërtet, kjo që e kam thonë, ndoshta kam kënë, do më thonë, po edhe vazhdoj me thonë, kështu që ashtë çuditshme që Shkodra më ka dhënë mirënjohjen. Ty më dhanë mirënjohjen Shkodra, unë atë shumë bërgjë jam Shkodrës. So, me jetu dhe 3 jetë, unë s'muna me jala. Shkodra është diçka shumë e madhe. Shkodra është ajo që më nep krah. Shkodra është ajo që më bën krenare. Shkodra është kudo që jam, kudo që kam shku, kudo. Është dashni e pa shtarshme, është diçka këtu që s'di me spjegu. Shumë bukur. Shumë gjëra nuk thuhen me fjalë, ndjehen së brendshmi dhe kjo është ajo gjëja më e bukur, ai oazi i shpirtit ku prehesh që gjithmonë me ëndje. Pardon, do të ndërhyj se harrova. Bile kur më zdon kjo mirënjohje e Shkodrës, kam pas një rast të bukur, kam përjetu diçka shumë të bukur, se kena thirr edhe profesoreshën time
të letërsisë Zojen Drita Garuci. E përshëndesim me O, shumë. dhe përshëndes fort, e cila ka qenë e para që më ka dhënë një prozë poetike të Nonda Bulgës, me të cilën unë jam paraqit një konkurrent të shkollave të mesme, edhe kryetari i zhurisë ka qenë Viktor Bruçeti. Pika e lidhjes e jetës. Po, i kja është e vërtetë. Ashtu si në romane që ka një pikë lidhje, në jetën e Miriam dhe Viktor Bruçetit kjo ka qenë pika e lidhjes. Po, në Shtëpinë e Kulturës kam recitu trilogjin proze Nonda Bulgës dhe çmimin e parë më ka dhënë kryetari i jurisë Viktor Bruçeti. Ky ka qenë takimi jem i parë natyrshëm, domethënë sepse e kam ashtu real. Nuk e, domethënë, e kisha idhull se e kisha ndëgju të i recitu përse mendohen këto male, e kisha pate te çfaqja Migjeni, por kjo ka qenë takimi i parë me Viktorin edhe këtu ka fillu, po i thona na, historia jonë. Një rrugtime që zgjati, por edhe zgjat me kujtime dhe me atë afërsinë që ju keni, pavarësisht se Viktori tashmë nuk ndodhet. Kështu ka jeta. Miriam, sa herë i drejtohem figurës suaj, mendoj që artisti nuk njeh për masa. Ju keni migruar dhe keni disa vite, por në një moshë jo rinore, ju i keni hyrë shkollës së jetës me të tjera hapa. Miriam Bruçeti në Francë nuk është një familjare, një njeri i zakonshëm që dëshiron thjesht të jetoj. Jo, ajo është integruar më së miri, duke mësuar shumë mirë gjuhën frënge, por edhe duke patur aktivitetin e saj, duke shkruar, duke marrë pjesë në aktivitete, pra duke shpalosur personalitetin e saj artistik. Është vërtet. Kam pas rastin, kur kam shku në Francë nuk kam ditë as i fjalë frëngjisht, mos më urrejt, as i fjalë, as unë as Viktori. Kena shku të një shkollë që ishte quheshe Deklik, që ishte për personat. Unë kam qenë kur kam rritë në Francë 50 vjeçe, Viktori 61. Jena fut të kjo shkollë për më mësu gjuhën. Sigurisht ishte bajagi e vështirë për arsye se ishte shumë pak kohë, domethënë normalisht unë edhe Viktori do të kërkoshim që t'ishim tan javën në kurse, kurse sipas rregullave të aty ne ishte 3 herë në javë. Po. Nëpërmjet kësaj, domethënë kishte festa në shkolla që quhet, po i thona na, festa e frankofonisë, sepse edhe na shqiptarët jena që e festot e shkolla dhe atje i jepshin fjalë për me t'i krijoj çfarë dush. Fillimisht ishin fjalët e Hugoit dhe unë aty kam, domethënë për herë të parë shkruva poezi. Ju sinqerisht po ju tham nuk kam shkruar se herë poezi. Pra njeriu ndjehet poet dhe shpërthan një moment. Normalisht francezët thojnë kur dojnë me thonë, kur dojnë me thonë unë e ti, thot ma përpara ti edhe unë, do me thonë për respekt. Mirë po mu m'interesote, Victor Hugo kishte ditëlindjen 26 shkurt. Në të njëjtën ditë që kishte ditëlindjen Viktor Bruçeti. Ju betohem. Një paralele e bukur. Shumë e bukur. Edhe aty poezinë që shkruva, domethënë me fjalët e Hugoit, kishin 10 fjalë që do t'i përdorshe. I thash, nuk thash Viktori dhe unë, se m'interesote mua, unë, e Viktor, vuna pika, Hugo Bruçeti. Se s'kisha punë. Po. Me atë, po me fjalët e tia. Dhe aty, do me thanë, diftova, frëngjisht më vjen keq do t'ju bi se i kam, po si kam këto. Diftova, do me thonë, nëpërmjet fjalëve të Hugojt, se Hugoj ka shkru, ka qenë edhe vetë emigrant politik, edhe ka shkru me mall për ata që i kanë mungu ati, edhe më dukte sikur jam, do me thonë, unë jam të i thanë Viktorit se që mungon mua dhe ati bashk. Adin, në fillim e kam njoft, po dzajmë vujtjet e Kozetës, po nuk e kam ditë që është mërgim.
mërgimi. E kam njoft mirësinë e Jean Valjeanit, po nuk e kam jetu mërgimin. Mërgimi është një deal që s'del kurr, është një shpresë që s'des kurr, është shpresa e fundit i shpresave. Sa bukur. Adin edhe, do më thonë, aja ishte që u shkru për festën e frankofonisë, më nej, sepse zakonisht shkolla jepte çfaqe, më nej e kam recitu, do më thonë, tona herët, sepse ishte amërën unë edhe ata. Dhe gjithmonë para se më recitu, thoshe Hygoj ka lind me 26, Viktori im ka lind me 26. Hygoj ka qenë një shkrimtar i madh, Viktori ka qenë një artist i madh. Hygoj ka qenë, do më thënë, atëherë fillosha e recitojsha. Megjithatë s'ka qenë kja vetmja. Me thënë të drejtën. Është vlerësuar ky punimi juaj? Shumë. Është dorë trokitur, jashtë moset. Po ju diftoj, është dorë trokit jashtë moset. Po të filloj. Fillimisht kur kena fillu shkollën, fillimisht kena dal, festa e parë që bashin, ata ka qenë me 19 dhjetor 1999, i majmen me data. Unë kisha mrit në nënor, në dhjetor isha të shkolla. Imagjinoj, nuk isha në gjendje, me thonë përveç se mirë dita, mirë se ertë. Me gjithate, kërkoshe me thonë diqa. Atëherë, i kam të gjitha dokumentume, kena marë poezit që recitoshe me Viktorin, pra camaj mjet fisht, mi ka përkthy djali, sepse djali jeton të frëngjisht, i kam bat tana me fotokopje, dhe në atë fes, do me thonë ku kishe muzikant, ku kishte narrator, tregimtar, ku kishte balet, në atë fest në kena marrë të dy pjesë, po imagjinoni nuk disha, po thamë vetëm mirë dita e si e në s'disha fjalë tjetër. Me gjitha te i mësova për mend, shkam në i të natën, për me ju thanë, ju betohen, për me ju thanë mirë se ju gjaj, ne jena 2 artista, dhe e lidha kësho. Dhe më thanë, për para me jetë ishin një grup që vinte nga Slovakia, dhe ata ishin nxënësa të shkolla jonë, dhe i thash, gjuhën e muzikës, ju e kuptoni, se e kupton të në bota. Nërsa gjuhën që do të përdorim në 2, ju nuk e kuptoni, unë po ju ndaj gjithve frëngjisht që do me thanë, dhe kena recitu të 2 shqip, dhe i kam thanë, ju betohem, herën tjetër që të ketë fest, unë do të recitoj frëngjisht. Edhe herën tjetër që ka kanë festa e frankofonis, unë kam recitu, kam shkru poezë, edhe kam recitu. Dhe të gjitha festat, ata dhe sot e kësaj dite, kur kanë festa e frankofoniet, jam eftume, dhe do më që ban fest edhe për Krishtlindje, kur t'jem këto, dhe shkoj dhe e mbaj këtë lidhje. Gjithashtu atje, kam marrë pjesë, mas që është puna kështu, edhe është vlerësu shumë, do me thënë, festivalin e Konfolas, bëhet me 2 gusht 2002, bashkë me Viktorin, kena kënë të një spektakel që mënej i vunet, nuk e kishen këtë mënim, po në shkruva një mesazh i dashonis, kështu e kam qujt, e shkruva frëngjisht, e kam recitu frëngjisht, dhe ja vun titullin spektaklit mesazhi i dashonis. A ishte, do me thanë, prej tana vendeve që vinë në Francë, dhe gjenë një loj gjenë për krahje, dhe mesazhi unë nuk mund t'i jap në një gjë, po ishte mesazhi i dashunis. Je t'aime, ti amo, te quiero, ich lieben dich, I love you, të dua, mon amour grand comme le globe, mon amour pur comme de larmes. Sa bukur. Është Miriam Bruçeti që na sjell këto emocione. Me atë, pastaj, kena, do më thënë, ajo ka qenë që tankohen edhe në rang qytetit, edhe bërë leitmotiv. Leitmotiv e kam recitu dhe edhe sinqerisht po tham është diçka shumë e bukur, sepse i kam thonë, me thonë shqip, na kena ardhë me dramat tona këtu të jo, por na kena gjetë dashunin të jo. Cila është dashunia? Adin e amel si, sepse vendi ku Angulem, qyteti ku jetoj, është Charente. L'amour charentais. Comme melon,
e ëmbël si meloni, special comme le pinot, exceptionnel comme le cognac, sepse janë tona gjana që prodhohen. Keni karakterizuar nga qytetit vet. Pra, veçanësitë e dashunia vendit. sharanteze është ëmbël si pjepni, e qetë si lumi Sharancë, speciale si pinoja është një lloj pijet, shumë speciale si konjaku edhe si rezistenca që ju i keni banë shekuj. Na kena tjetër në përpjen tjetër, na kena tjetër akson, dhe më dhanë tjetër theks, do të na njifni, por fëmijët tonë s'kan me pas. Ata kanë me marrë shkollën, kanë me shku në universitete, në fakultete, edhe kanë më rrit mes egalite, fraternite, dinj, kjo është të denj, edhe kjo është dhurata që mundem na me ju dhanë ju. E sa bukur. Janë mesazhe shumë njerëzore, shumë të bukura, universale. Por çdo gjë nisë në këtë rrugtim nga Shkodra, nga ky teatr, nga ky aktivitet i jashtëzakonshëm, nga këto duartrokitje, nga ky vlerësim që në 70 vjetorin e teatrit për ju, por për shumë artist patën një vend të veçantë, një vlerësim të veçantë, një kujtim të jashtëzakonshëm. Ashtu siç nisëm bisedën që nuk vini vetëm, përsëri jeni e ngarkuar shumë, po jo e ngarkuar në shpinë, e ngarkuar me emocione shpirti. Shumë. Edhe po të them një gjë. Nuk e di ç'a munden me të thënë tjerët. Po sa t'im gjallë, sa t'marr frym, kërkush në botë nuk mundet me më dhanë këtë dashuni, e këtë hapsin, e këtë frymmarrje, e këtë shpirt që më nep Shkodra jeme, e teatri jem. No, s'mundet. Më fal, doktori jem për gjithë vjet, ju betohem shokët e din, në teatr, për gjithë vjet, sot vinë gjysma aprilit, më thot, Miriam, a i ki prej biletat për në Shqipni? Pse, doktor? Sepse kur vjen për i Shqipnijet, ke tjetër ftyrë, tjetër frymmarrje, e tjetër shnet. Po ju përgjigjem me një shprehje tërsi shkodrane, shkofsh e ardhsh për gjatë mot. Faleminderit. Kjo është një mrekulli. Faleminderit shumë, faleminderit ty Merita. Faleminderit stafit tan. Faleminderit Shkodrës. Unë gjithmonë kam me kanë një dashamirëse, do më falesh, ti do në me mëllë, por në po të thamë, gjdo dit nadje, në orën 8, në Angulem, vë Facebookun këto, vë kafen dhe shoqnoj emisionin tanë. Kam pa emisionin me Zhenet Kadillarin, kam pa emisionin me Lorianin e me profesor Zefin, kam pa emisionin me Gjahid Bushatin, kam pa emisionin me Nart Bushatin, Astrid Fanin, Gjahid Bushatin. Të betohem unë të njeko dhe sa herë që të shoh, kam emocione, më duket se kam marrë dhe jam që jepi kafe me ju. Më lejoni të ju përqafoj. Faleminderit. Faleminderit shumë. Ju falenderoj shumë, më keni emocionuar, po besoj se edhe dëgjuesve ju falenderit. Ju falenderit që ishit sot shpërndat këto emocione, këto informacione kaq të bukura, këto mesazhe kaq artistike dhe njerëzore njëkohësisht. Paqjetën e gjatë. Qofsh nderuar Miriam. Faleminderit. Ju qoshit në rumje. Faleminderit. Çdo gjë që kam bëu, po e din ti.